Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirë Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në Vitality Vibes me mua Ilvin, çdo të shtunë një emision mbi shëndetin dhe patjetër që prej disa kohësh Vitality Vibes është edhe në kanalin 10 në Digital Live në Tar TV. Nga ana tjetër e xhamit DJ Kedos që më shoqëron çdo të shtunë, por pa harruar të ftuarin kryesor. Menada Turdiu është një kolegja ime, por është shumë e veçantë sepse nga gjithë fizioterapistët e tjerë që merren me këto kërcitet e kockave etj, Menada merret me fizioterapinë pediatrike, merret me bebat e vegjël, të cilët shfaqin problematika të ndryshme në fushën e shëndetit, në fushën neurologjike, ortopedike kështu me radhë. Por sot në fakt, edhe për herë të parë në fakt që kam një fizioterapiste pediatrike në emision, do të ndalim me Menadën disa nga momentet të punës edhe të rutinës së një fizioterapiste pediatrike. Menada, mirëmbrëma dhe faleminderit që je në studio. Faleminderit juve. Është një kënaqësi e veçantë fakt që ndaj një emision me një kolegë për mua. Dhe pa humbur kohë fakt do doja që ne të dy të fillonim të ndanim këto informacionet mbi pediatrinë, fakt mbi trajtimin pediatrik. Më thuaj pak kur fillojnë bebat të trajtohen tek fizioterapisti. Cila është mosha më e vogël? Beba fillojnë herët, pacienti më i hershëm ka qenë 7 ditësh. 7 ditësh. 7 ditësh. Pra 7 ditësh një bebe, një foshnjë mund të vitë tek fizioterapisti. Po. Dhe cili është ky problem që një bebe në një moshë kaq të hershme duhet të pra një porsa lindur 7 ditësh të fillojë fizioterapinë. Në rastin konkret ka qenë një fëmijë i cili kishte tortikolis fibrom, edhe ka ardhur direkt nga materniteti dhe u trajtua pastaj me fizioterapi. Ju në praktikën tuaj në fakt me ato që edhe un kam parë ju trajtoni shumë raste të tortikolis. Pra, ajo që nuk e di, mbase shumë prindër e vënë re, por nuk e kuptojnë që ka një problem. Po ç'është realisht tortikolis? Tortikolis është një qafe shtrëmbër e të ndryshe. Është një tortikolis i lindur, i fituar, mund të klasifikohet në 2 grupe të ndryshme, po kryesisht është tortikolis kongenital i lindur. Pra është i lindur, është që bebi ka marrë një pozicion të barku nënës. Po. Ndonjëherë bëhet e vështirë për ta parë tortikolis, pra për ta verifikuar dhe me ç'di unë ndonjëherë prindrit edhe vonohen për të ardhur tek mjeku apo tek fizioterapisti. Prindrit vonohen kur nuk shohin ato shenjat klinike që një prind zakonisht shef. Ankesa kryesore që kanë prindrit kur diagnostikohet fëmia me tortikolis është fëmia im shef vetëm nga njëra anë, unë i flas nga ana tjetër, ai nuk më kthen kokën, shoh, nuk e di se çfarë tërheq nga ajo ana andej, çfarë duhet i ndryshoj, çfarë duhet i bëj. Dhe kjo është ankesa kryesore që më pas drejtohen tek një mjek, tek një fizioterapist, bëjmë vlerësimin klinik, vlerësimin imazherik dhe pastaj vazhdohet trajtimi. Për sa i përket vlerësimeve që ju sapo përmendët, pra vlerësimi klinik, vlerësimi imazherik, kush e bën vlerësimin e bebit me tortikolis? Unë madje them ndonjëherë, si e dallojnë këta që bebi është me qafën e shtrëmbur, se shikojnë ndonjëherë me qafën e shtrëmbur, se shikojnë ndonjëherë ata bebet që janë kështu buçko, sidomos fëmijët meshkuj që janë kështu si i kanë ato faqet si top, edhe nuk arrin ta dallosh ndonjëherë nga faqet që e ka qafën e shtrëmbur. Domethënë që përmendë bebet kryesisht janë çunat që kanë më shumë tortikolis se sa vajzat. Janë djemt që janë më të prekur nga tortikolis. Vërtet. Po përposa asaj qafe të shëndosh që mund të kenë, asaj qafe shumë të lezetshme, kanë një anim të lehtë të mjekrës nga ana e 1 që është tortikolisi dhe pamundësi për ta rrotulluar nga ana e 1 që është shkurtimi muskular. Për gjithë ata që na dëgjojnë, ku duhet shkojnë këta prindër në momentet që kanë një hije dyshimi që fëmia e tyre e mban qafën shtrëmbër? Prindrit mund të drejtohen edhe te një mjek pediatër, nëse ndiqen me një mjek që kanë besim patjetër që po, mjeku bën diagnostikimin dhe më pas se drejton tek një fizioterapist, por gjithashtu mund të vinë direkt tek një fizioterapist, bëhet vlerësimi dhe është njëjta procedurë. Më pas ju përmendët që bëni ekzaminime imazherike.
Po, është shumë e rëndësishme tek tortikolisit të bashkangjitet vlerësimit klinik edhe vlerësimi imazherik. Matë diferenca ndërmjet SKM, sternokleid mastoid është muskuli përgjegjës që sjell tortikolisin, edhe është një diferencë në trashësi dhe në gjatësi. Dhe në atë matje ne dimë edhe se si do jetë prognoza, sa duhet të punojmë, kemi një mjet goxha ndihmës në këtë rast. Nuk ka asnjë lloj rrezatimi në rastin e një bebi edhe kaq në një moshë kaq të madhe. Eko është plotësisht e sigurt. Si e trajton Menada një tortikolis? Do të thënë çfarë bën ti në punën e përditshme në rastin e trajtimit? Fillimisht përpiqem të bëj shoqe e bebit. Përpiqem të jem një shoqe e mirë e fëmijës, edhe të më lejoj fëmia të punojë. Ka shumë rëndësi bashkëpunimi me një bebe të vogël dhe të fitosh besimin e prindrit. Është hapi kryesor dhe më pas ndodh trajtimi fizioterapeutik. Por tortikolisi nuk unë them futet te terapitë shumë të këndshme, sepse bebi qan goxha shumë. Edhe nëna duhet jetë pak pranuese ndaj të qarës së fëmijës. Edhe duhet ja shpjegosh hap pas hapi çfarë është duke ndodhur, që nëna të lejoj ta bëj dhe bebi ta bëj. Unë ndonjëherë bëj shaka dhe them jam bërë si Mrs. Rachel, se duhet i bëj qeshin ndërkohë që janë duke qarë. Jo, patjetër një bebe 7 ditësh që mund ti vendosësh duart, besoj është shumë e frikshme, është si ne për triturit, vi dikush dhe pa e njohur fare, shkojmë në një klinikë dhe na fusi duart në fyt. Dhe ne i themi na ish duart nga fyti, po një bebe vetëm mënyrë për ta thënë është e qarë. A ka raste kur prindrit nuk duhan që të vinë tek fizioterapisti për të trajtuar probleme të kësaj natyre të tortikolisit, pra siç u përmendët, sepse bebi tyre qan dhe prindrit nuk e durojnë dot? Ka raste plot, po jo që nuk duan të vinë te fizioterapisti, por e përjetojnë periudhën e fizioterapisë. Por për të mirën e fëmijës dihet që ndiqet fizioterapia dhe priti është koshient për këtë gjë që duhet të ndjekur. Thjesht punohet edhe me mamin që të fitosh besimin e mamit. Dhe deri në seancat e para kryesisht ndodh kjo, se pastaj mamat fillojnë janë më në dijeni që fëmia qan dhe jo për herë një e qarë nga dhimbja, është një e qarë. Fëmia e qan, sidomos kur është i vogël, mund të jetë kolikat, ka shumë arsye të ndryshme që na bashkangjiten gjatë trajtimit tonë dhe bëhet një e qarë akoma më e madhe. Dhe nëna të bëhet koshiente pas çdo seance që si po rregullohet fëmia. Mirë, Menada, shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Jemi sërish bashkë në Top Albania Radio me Vitality Vibes, por për t'ju thënë që një trajtim revolucionar longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange TPE, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital, është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plagjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë, forcon imunitetin dhe mbështet jetëgjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe për jetëgjatësinë. Kontaktoj Eteris Clinic Day Hospital në 069 60 6656. Për gjithë ju që doni të qëndroni të rinj edhe të shëndetshëm, Eteris Clinic është suporti kryesor i Vitality Vibes miq. Për të rikthyer me mikeshën time doktoresh Menada Turdiun, fizioterapiste pediatrike, teksa po diskutonin për tortikolis dhe që është një ndër ato patologjitë që prek më shumë çunat dhe bebat e vegjël, me që kuptova krahasuar me vajzat. Po më thoj Menada që shumë e vështirë është edhe komunikimi ose le të themi bashkëpunimi me prindrit. Po unë dua të pyes pak, bashkëpunimi, i thua bashkëpunim aty për aty apo bashkëpunim edhe në shtëpi? Se nga informacionet dim që bebat përveç se duhet të trajtohen tek fizioterapisti, po shpesh herë ka nevojë edhe për suportin e njërit prej prindërve që të vazhdojë të njëjtat gjëra që bën fizioterapisti në shtëpi. Po, bashkëpunimi jonë nuk mbaron vetëm gjatë orës seancës, vazhdon edhe në shtëpi. Prindi duhet ndjeki patjetër këshillat që fizioterapisti i jep. Nëse do flasim përsëri për tortikolisin, themi pak më parë, është pozicionimi i fëmijës, që fëmia duhet të mbajë në shtëpi dhe duhet të ndjeki me përpikmëri ato këshilla që fizioterapisti i jep. A rekuperohet tortikolis? Tortikolisi rekuperohet 100%, ka prognozë shumë të mirë nëse fillon trajtimin 0 deri në 6 muajsh dhe rikuperohet akoma më shpejt dhe përsëri ka prognozë të mirë 6 deri 12 muajsh, po që të jemi
jo aq afër kufierit, ka prognoz shumë të mirë, po thjesht riabilitimi bëhet më i gjatë. Ka raste kur tortikolis operohet, pra ky shtrëmbrimi i qafës të bebat shkon drejt një operacioni? Në qoftë se vjen një tortikolis shumë i rëndë, grada e tretë, në qoftë se fillon fizioterapinë që pak më herët se muaji i parë i jetës nuk kalon në ndërhyrje kirurgjikale. Në qoftë se një fëmijë neglizhohet, nuk ndiqet me fizioterapi dhe kalon një vjeç, patjetër që bëhet ndërhyrje kirurgjikale, patjetër. Se fizioterapia ndikon deri në moshën 1 vjeç. Më tej pastaj është vetëm ndërhyrje kirurgjikale. Kështu që prindrit duhet të jenë ti sjellin sa më shpejt fëmijët tek fizioterapisti. Jo, patjetër është një informacion goxha i vlefshëm, sepse koha e vonuar është gjithmonë në dëm, sidomos ne themi sa më të vegjël temi aq më shumë rekuperojnë. Tortikolisin sa më herët aq më mirë. Nuk e di, dua të pyes pak si është gjendja nëpër rrethen në Shqipëri e fizioterapisë pediatrike, por në të njëjtën kohë kemi ne statistika për shembull që mund të mbledhin për sa i përket problemeve të kësaj natyre, tortikolis apo diagnozave të tjera, qoftë edhe paralizave të fëmijëve. Kemi ne statistika për shembull nga na vinë më shumë këto pacientët, nga Tirana janë nga rrethet. Pacient ka nga e gjithë Shqipëria dhe mua më vjen shumë keq që nuk janë të përhapur fizioterapistët pediatrik në qytetet e tjera përveç Tiranës. Po, është për të thënë që Menada miq punon në qendrën spitalore universitare Nën Tereza prej shumë vitesh, ndaj dhe po ju pyes pikërisht realisht ka fëmijë që vinë nga Saranda, nga Mirdita, nga vende shumë të larta për të ndjekur me fizioterapi në Tiranë, ndërkohë që duhet ta kishin fizioterapinë të ndiqeshin afër vendit të tyre, të paktën një qytet më larg, po jo shumë qytete më larg, shumë e lodhshme edhe për fëmijën dhe për prindrit. Po diagnoza atje si bëhet? E njëjta gjë si në Tiranë është? Diagnostikimi i fëmijës. Po, diagnostikimi i fëmijës për shembull në Mirditë apo në Sarandë. Diagnostikimi i fëmijës, nëse po flasim për qendrën spitalore, është një mjek i cili punon në Mirditë, bën diagnostikimin dhe bën referimin për qendrën spitalore universitare. Më pas tek mjeku që referohet, bën konsultën dhe më vjen pastaj për fizioterapi. Menada, jam shumë i qartë për sa i përket tortikolis, po dua të ndaj disa aspekte me dëgjuesit. Dëgjoj, kjo koka e sheshtë e bebit, e ke parasysh që është kjo si kokë e shtypur këtu pas? Shikoj shumë artikuj që korrigjohet koka e sheshtë e bebit. Njëherë çfarë është koka e sheshtë e bebit? Është plagocefalia, edhe në term shkencor. Tortikolisi ka raste që shoqërohet me plagocefalin nëse nuk trajtohet errët. Pra, domethënë ti ke qafën e shtrembur dhe bën sheshohet ana tjetër. Se fëmia e mban kokën në një pozicion të tillë dhe sheshohet duke qëndruar statik vetëm në këtë pozicion. Por nuk është vetëm si pasojë e tortikolisit. Nënat kanë frikë të lëvizin qafën bebit dhe ja mbajnë vetëm drejt. Edhe sheshohet koka. Po si ja mbajnë drejt? Ja mbajnë drejt në gjatë kohës që do të thënë kalon këtë fazën e zhvillimit fëmia. Kur janë të vegjël, përpiqen ta mbajnë sa më drejt që fëmia të qëndrojë drejt, të rritet i drejt. Në fakt është e kundërta. Fëmia duhet ta kthejë kokën djathtas dhe majtas dhe jo të rrit drejt. Përpiqen, mendojnë se duke e drejtuar do jetë fëmia më i drejtë gjatë rritjes. Dhe nuk i ruajnë kokën. Koka ruajtur duke pozicionuar fëmijën djathtas edhe majtas. Dhe në moment a ka përmirësim? Kjo plagocefalia që përmendos se koka e sheshtë, po për dëgjuesit është koka e sheshtë. Nëse pozicijonohet si duhet, rikuperohet brenda vitit të parë të jetës. Pra si është mënyra që ne mund ta korrigjojmë? Ka një masazh, një ushtrim, ndonjë gjë përveç pozicionimit? Pozicionime, kryesisht janë pozicionime që bëhen për kokën e sheshtë. Nëse ne kemi një kokë të sheshtë në anën e majt në këtë moment. Ne pozicionojmë përvys. Po të shikojmë moshat tona, do të thënë kemi nga ata që kanë shumë kokën e sheshtë tashmë. Nuk e di pse, po dallohen pak si popull. Ashtu është interesant. Kokcepa thot DJ Kedos. Jo, kokcepa ka sheshtë. Do të thënë kemi kokën e sheshtë. E kemi pak. Kjo vjen nga tradita që ne kemi. Është dhe një traditë tjetër që kemi në shqiptarët, i lidhin fëmijët në diep. Po, kopaneci, që quhet kopaneci. Kur fëmia lidhet në diep, e mban kokën drejt. Ndërkohë ne kemi sheshuar kokën e fëmijës
Dhe kemi bërë dhe dislokim të koskofemoralit. Pra kemi nxjerr dhe kyçet e femurit jashtë. Kemi dëmtuar fëmijën. Kemi dëmtuar. A vazhdojnë lidhen më kopanet? Do të ka akoma ekziston djepi? Fatkeqësisht vazhdojnë dhe pse tradita dëshiron të thyhet nga nënat e reja që janë sot, se më vijnë shpeshherë nënat e reja dhe më thon doktoresha, mami ose vjera ime dëshiron ta lidhi fëmijën, unë po i them që jo, nuk do ta lidhim. Dhe vjera vazhdon dhe insiston që fëmia duhet lidhur. Dhe është një luftë ndërmjet traditave të vjetrës edhe të re, se nënat e sotme pak a shumë janë konsciente që fëmia nuk duhet lidhur, por e vjetra nuk po lejon që të re të iki të largohet plotësisht. Menada, si interesante kjo e koka e sheshtë e bebit, po deri në çfarë moshe korrigjohet koka e sheshtë? Deri në 1 vjeç. Duke bërë pozicionimet e duhura, deri në 1 vjeç ne rregullojmë kokën e sheshtë të bebit. Më pas nuk kam. Mund të, nëse është një plagocefalie e rënd, mund të përdoret edhe një ortez, helmeta që quhet ndryshe, dhe ndihmon goxha shumë që të formohet koka. Vendoset një helmet te koka bebit. Po, një helmet, një ortez ndihmëse, një mjet ndihmës. Diçka që duhet evituar përveç se djepit edhe pozicionimit të gabuar në të tilla raste? Kur bebi është i vogël, ka shumë gjëra që duhet. Jo, në kuptimin që të evitojmë për mos bërë më shumë gabim për kokën e sheshtë flasim. Kokën e sheshtë kryesisht këto janë, që fëmia televizi të qëndrojë përmbys, përpiqet të prindri me një lojë në dorë, ta rrotulloj kokën nga djata, nga e majta. Shpeshherë nënat kanë frikë nga qëndrimi përbys i fëmijës. Edhe pse fëmia mund të ketë bërë 2 muajsh, ato vazhdojnë e qëndrojnë vetëm shtrirë me barkun lart. Nuk e di pse kanë aq shumë frikë ato si pozicion, ndoshta tremben se bebat fillojnë të qajnë shumë, se është hera parë që ato do forcojnë muskujt e qafës, nuk janë ende gati dhe bebat qajnë, mama tremben dhe i kthejnë përsëri nga ana tjetër. Ndërkohë fëmia duhet të qëndrojë përmbys. Mund të qëndrojë dhe të flej pak gjumë përmbys, duke rrotulluar kokën nga djata dhe nga e majta, nuk e gjen asgjë mbi 2 muajsh. Fëmia është i përgatitur dhe duhet forcohet. Menada, të falenderoj për përgjigjen. DJ Kedos thotë që duhet shkojmë në publicitet. DJ Kedos, super këngë Kedos. Është një mdhenjë adrenalin të papar, në fakt se edhe pak emision, edhe pak minuta na ka ngelur, por je perfekt. Menada Turdiu është këtu me mua, fizioterapiste pediatrike, por për t'i thënë Menadës që edhe kontrolli i shëndetit të fëmijës duhet patjetër që të realizohet. Dhe rritja e shëndetshme nuk varet vetëm nga ajo që shohim, por edhe nga ajo që shpesh kalon pa u vënë re. Analizat të detajuara ndihmojnë në identifikimin e hershëm të çdo problematike dhe në ruajtjen e një zhvillimi të shëndetshëm. Me check-upin pediatrik në Intermedica, ju mund të zgjidhni ndërmjet 2 paketave të dedikuara, të ndërtuara për të ofruar një vlerësim të plotë dhe të besueshëm laboratorik për fëmijën tuaj. Siguri më e madhe për prindrit dhe kujdes më i mirë për fëmijët, pasi ka dhe konsult pediatrike falas. Për çdo informacion në 042 200 600 Intermedica Life Needs Care. Për të rikthyer me Menadën, ishte shumë interesante që kjo koka e sheshtë pas nga gjithë shqiptarët. Kedo si tha që është kokë me cepa, nuk e di. Jo, ne jemi popull shumë i bukur. Jemi popull i bukur, okay. Dua të mbeten pak tek vazhdimi i diskutimit për sa i përket shëndetit të fëmijës. Shumë prindër ndonjëherë kalojnë këto kohët e zhvillimit. Për shembull, unë shoh kalamaj që rinë ecin me rrethore në shtëpi. Pra hyn në një rrethore dhe ecin me to. A janë të mira rrethoret apo jo? Rrethoria është plotësisht e ndaluar. Në qoftë prindrit e vendosin në rrethore bebin për ta ndihmuar, ndërkohë bëjnë komplet të kundërtën, dëmtohet fëmia. Dhe fëmia në rrethore nuk mësohet të ecë, por mësohet se të ecë në një mënyrë shumë të gabuar, që në çastin që ti do ta heqësh nga rrethoria, nuk ka balans, nuk ka koordinim, ecën në majtë të gishtave, muskujt nuk janë të formuar, diafragma nuk është e pozicionuar si duhet gjatë kohës që ecim, është një jo e madhe rrethoria që prindrit nuk duhet ta vendosin. Ka raste kur duhet apo nuk duhet asnjëherë? Jo, nuk duhet. Nuk ka as edhe një rast që të kemi indikim për rrethori. Rrethoria është e kundërindikuar. Dëgjoj Menada, përveç rrethoreve, unë shumë shpesh shikoj edhe prindër të cilët i vendosin fëmijët e tyre ulur kur ata për shembull nuk janë në kohën e tyre të zhvillimit për të qëndruar ulur. Ose përpiqen për shembull të mbajnë fëmijët në këmbë kur ndërkohë ai në këmbë duhet të ecë 1 vjeç. A janë të rrezikshme këto
procese të bëra më përpara se sa në kohën e duhur, apo nuk paraqesin rrezik. Janë thjesht pozicionime që duhet të respektohet zhvillimi normal i bebes. Në qoftë se pak më parë thash që ka nëna që kur fëmia kthehet përmbys, fillon dhe qan dhe ato e kthejnë prap nga krahu tjetër për të evituar që fëmia të qajnë dhe kështu stopojnë zhvillimin normal të qafës, më pas vjen një rrotullim më vonë, një ulur e vonshme dhe çdo gjë bëhet një zhvillim i vonuar motorik. Por edhe në qoftë se ne e vendosim ulur, se ka dhe nëna që nuk tromben dhe i vendosin ulur pak më shpejt, kërkojnë nga fëmia më shumë se ç'duhet kërkojnë nga ata, se çfarë fëmia jep për momentin. Në qoftë se fëmia nuk ka mbushur akoma 6 muajsh, nuk lejohet të pozicionohet ulur, dëmtohen strukturat kockore. Jo, domosdoshmërisht mund të bëjmë ndonjë skolioz ndonjë gjë, por mund të kemi dëmtimin në raste të mërsi shumë të rralla. Por muskujt nuk janë gati për atë pozicion. Fëmia në fillim duhet të qëndrojë përmbysur, më pas bën një rrotullim, gjysmë rrotullimi në muajin e 3 dhe të 4, dhe në muajin e 5 dhe 6 perfeksionon rrotullimin e plot. Dhe gjatë kësaj kohe fëmia ka forcuar muskujt e shpinës shumë mirë, muskujt e qafës shumë mirë, muskujt abdominal dhe është gati për të qëndruar ulur kur bën 6 muaj. Pastaj për të ecur këmbë dorës ose kështu. Për të bërë çdo gjë në kohën e vet, pa e rënduar fëmijën, pa i kërkuar më shumë se ç'duhet. Çdo fëmijë ka zhvillimin e vet individual, përpos pjesës që ne kemi ca deadline që ne themi në moshën 6 muajsh fëmia duhet të jetë rrotulluar patjetër, ka fëmijë që e bëjnë më herët, ka fëmijë që e bëjnë më vonë dhe kjo nuk është shkak patologjik. Po kjo që themi ne që fëmijët, domethënë djemt ecin më vonë se vajzat, ekziston? Këto janë stereotipe komplet. Pra do të thënë, e më mirë se do të çohet se çunat kështu e kanë, çohen çik më vonë. Jo. Ka çuna që janë shumë të shkatët dhe çohen para vajzave, ka vajza që ja e marrin me shumë terezi, nuk do të thotë gjinia nuk do të thotë asgjë në zhvillimin, është zhvillim individual i fëmijës, pa prekur pjesën e gjinisë mashkull apo femër. Sa është procesi ose sa është koha maksimale që prindërit duhet presin që fëmijët e tyre të çohen në këmbë? Një fëmijë i cili ka tetuar në moshën idealja është në moshën 12 muajsh fëmia është i vertikalizuar dhe mund të fillojë të ecë të shkëputat, të bëjë ecjen në plot, mbi 12 muajsh. Ka fëmijë që e realizojnë ecjen edhe para 12 muajve, ka fëmijë që e realizojnë ecjen 13 dhe shkon deri në 18 muajsh që nuk është një arsye patologjike. Por një fëmijë gjatë kohës që ka tentuar të eci mund të jetë rrëzuar, ka frikë për të ecur, është trembur dhe kështu shtyhet deri në 18 muajsh pa pasur as edhe një shkak qoftë ortopedik, qoftë neurologjik. Menada, ju më përmendët teksa ishim në pushim që shpeshherë prindërit bëjnë gabime që nuk i lën fëmijët e tyre të ecin këmbë zbathur, apo bebit që në moshë të vogël i vën ato dorezat, pra un kam parë në fakt kështu me doreza, por në fakt edhe prindrit nuk kanë informacion mbasa shkretet dhe për ta mbrojtur bebin, ta mbajtur ngrohtë, vendosin çorape, vendosin doreza. Këto stereotipe unë do e kaloj edhe pak me shaka këtë pjesën. Unë i kam dëgjuar për herë të parë kur jam bërë vet nën. Edhe kjo dorashka e dorës ishte shumë e çuditshme kur e dëgjova. Fëmia dorashkat visheshin sepse fëmijës nuk duhet i priteshin thonjë deri në 40 ditësh dhe për të evituar pastaj çirrjet visheshin dorashkat dhe arsyeja ishte që fëmia bëhej hajdut. Nuk e kisha dëgjuar këto, më erdhi aq për të qeshur kur e kam dëgjuar. Si fëmia bëhet hajdut. Ndërkohë, duke ruajtur fëmijën që mos të bëhet hajdut, ne i stopojmë zhvillimin fëmijës, zhvillimin psikomotorik, se dora ka shumë baresa dhe ne fëmia me dorë eksploron, dëshiron të kapit, preki materiale të reja dhe ne ndërkohë i vendosim ato që mos ta bëhet hajdut fëmia. Jo, nuk. Ky ishte një nga stereotipet. Ndoshta një vend e ka kështu, një vend tjetër mund ta ketë ndryshe, po ka shumë stereotipe. Jo, unë deri tek pjesa e hajdutlëkut nuk e kisha dëgjuar në fakt. Unë dëgjova kur bëra mami. Tek pjesa e të ngrohtit, pra që bebi të rik me duart të ngrohta dhe me këmbë të ngrohta. Kjo do kryesisht me çorapet, jo me dorashkat e dorës. Kjo do me çorapet. Kryesisht gjyshet, pra dalin të gjyshet, kanë frikë se fëmijët ftofen. Edhe i veshin jo me një palë çorape, po 2-3 palë çorape. Ndërkohë fëmia duhet të rizbatur, të marrë sa më shumë informacion, të njësoj siç është me duart, që fëmia duhet të preki tekstura të ndryshme, e njëjta gjë është edhe me këmbët. Fëmia duhet të preki tekstura sa më të ndryshme. Do ishte mirë që fëmia të leje edhe të vraponte në bar, në baltë, të njihte sa më shumë, ai eksploron botën. Është duke
kuptuar se si është ndërtuar. Pra ecja këmbë zbathur në këtë rast na bën. Ecja këmbë zbathur ndihmon edhe për pjesën e këmbës së sheshtë, që të zhvillohet sa më mirë. Mos kemi një këmbë të sheshtë nesër pas nesër, po të kemi një hark normal plantar. Masazhimi i bebit duhet bër kur, sa shpesh dhe për çfarë ndihmon? Masazhimi rekomandohet, çdo nën mund t'i bëjë një masazhim bebit, shkakton vazodilatacion, rritje të qarkullimit të gjakut, domethënë, sidomos në qoftë se masazhojmë pjesën e shputës së këmbës, japim shumë sinjale në tru, ndihmojmë shumë pozitivisht për zhvillimin psikomotorik. Mund të bëhet pas dushit, fëmia mund të relaksohet akoma më shumë nëpërmjet masazhit. Ndihmojmë që fëmia të jetë më i qetë dhe të marrë sa më shumë impulsa. Gjithmonë pas dushit? Pra nuk rekomandohet që të bëhet për ditë? Nëse duan ta bëjnë 2 herë, 3 herë në ditë, mund ta bëjmë fëmia që relaks. Nuk ka kundërindikim, nuk ka asnjë kundërindikim pjesa e masazhit. Dhe e fundit, pyetja e fundit, është masazhi duhet bërë në të gjithë trupin? Pra çdo ditë mund ta bëjmë fëmijët në të gjithë trupin apo vetëm duart edhe këmbët? Masazhi mund bëhet në të gjithë trupin, pjesën e duarve, shpinës, këmbët, por pjesa e këmbëve është shumë e rëndësishme dhe duarve për të masazhuar. Ju në praktikën tuaj keni edhe ato patologji që quhet patologjinë e pleksusit brachial. Është kur bebi gjatë lindjes ka psuar një sforco, thuhet që e kanë tërhequr pak me më shumë dhunë, ka bërë një dëmtim të nervave këtu tek pjesa e krahut dhe shkon drejt një paralize ai krah. Sa të shpeshta janë në ditët e sotme këto lloj problematikash? Kjo quhet paraliza obstetrike e pleksusit brachial dhe vjen si pasojë e një lëvizje në çastin që nëna është duke lindur, një lëvizje me amplitudë më të madhe pasive se sa aktive. Edhe vazhdon të jetë prezente edhe në ditët e sotme. Ka akoma dëmtime të pleksusit. Nga që mendoj që lindjen më shumë cezarian tashmë nënat edhe bebi nuk sforcohet ai shumë më gjatë lindjes për lindja cezariane nuk e eliminon 100%. Nuk e eliminon. Nuk e eliminon, po kryesisht janë fëmijë që janë në lindje vaginale, lindje normale. A është i rekuperueshëm pleksusi brachial? Dëmtimi i këtyre paralizave të krahut për ato obstetrike. Edhe pleksusi brachial vetë si pleksus është shqiptar në 3 grupe të ndryshëm. Është dyshën që është një dëmtim i rrënjve nervore të C5, C6, ndonjëherë mund të kemi edhe C7 që prek funksionalitetin e kyçit, pastaj është klamk që prek funksionalitetin e dorës dhe paraliza totale. Por rikuperimi i pleksusit ka shumë rëndësi koha kur fillon fizioterapinë, edhe dëmtimi se në çfarë shkalle ka ndodhur. Në qoftë se kemi një neuropraksi, neurom, rupturë totale, të fijeve nervore. Po, të fijeve nervore. Ka forma të tjera të korrigjimit, për shembull që fëmijët mund t'i nështrohen ndërhyrjeve kirurgjikale të hershme për të përmirësuar funksionin e këtyre nervave? Kryesisht ndërhyrja kirurgjikale është shumë e ndikuar kur kemi një avulsion, një heqje totale nga rrënja e nervit, por që për rastet e tjera zgjidhja e parë është fizioterapia dhe në varësi se si reagojnë ndaj fizioterapisë vendoset për ndërhyrje kirurgjikale apo jo. Ka mundësi ta evitosh këtë gjë gjatë lindjes? Pra, ekziston mundësia e evitimit apo është një proces që unë them është një margj risku që nuk mund ta eliminojmë dot. Ajo mund vi paraliza obstetrike pleksusit brachial, mund ketë faktor matern, neonatal, mund të ketë lidhje me diabetin gestacional, mund të ketë lidhje me makrosomia, një peshë më e madhe se 4 kg, ose lindje të shpeshta të nënës, ka shumë faktorë, tërheqja me forceps gjatë lindjes ose një lindje të zgjatur e lodhur. Ka shumë faktorë që nuk besoj se asnjëri nga stafi mjekësor do që kjo gjë të ndodhi, por ne nuk besoj se mundemi ta heqim plotësisht si rrezik. Se edhe kur bëjmë një eko, ne kemi një margë që fëmia mund të jetë plus ose minus disa gram, nuk e mbaj mend fiks 100, 150, dhe kur bëhet në ekografi ai fëmijë del poshtë 4 kg dhe në mend të vërtetë është mbi 4 kg. 100%, patjetër. Është e shërueshme 100% apo jo? Apo janë fëmijë që të cilët duhet të ndiqen gjithë jetës? Jo. Prognozën më të mirë ka dyshën paraliza e sipërme.
Dhe ka shumë rëndësi kur fillohet fizioterapia, mobilizimi i dorës së dur. Pozicionimi i parë që është 90-90. Është një pozicionim që duhet ja mbaj nëna në shtëpi fëmijës, duhet ta mbaj si duhet, nuk duhet jetë një dorë e varur dhe pastaj në javën e tretë të jetës fëmia duhet fillojë patjetër fizioterapinë dhe kur fizioterapia fillohet herët, kemi një prognozë shumë të mirë. Menada, ka raste kur fizioterapia bëhet keq apo shkon keq tek fëmijët? Po ka raste realisht kur fizioterapistët bëjnë gjëra të gabuara tek fëmijët në gjykimin tuaj, pa përmendur absolutisht as kënd, por për shembull një terapi që përdoret për të rriturit përdoret tek fëmijët, nuk e di, ka kështu rastesh apo përgjithsisht vetë fëmia të indukton të bësh punë shumë të gadal, të kujdesshme dhe të ime. Unë pak a shumë kam 10 vjet që punoj si fizioterapiste pediatrike, edhe në fillimet e mia shpeshherë shihja në Instagram që tregoheshin disa video që tortikoli, si për shembull që përmendëm pak më parë, rregullohej me një ultratingull. Jo, ishte komplet e gabuar, por në ditët e sotme kjo marrëzhi gabimeve është ulur. Nuk dua të flas shumë edhe për pjesën e kolegëve të mi. Një minutë mit dhe fakt. Rrethoret ndihmojnë të eci apo jo? Mit. Rrethoret janë të sigurta për bebin? Mit, është komplet gabim se fëmia ose walker që përdorin nëna ditët e sotme, nëse fëmia nuk ka stabilitetin e dur, i jep atë walkerin në dorë, mund ta shtyp walkerin para me fuqi dhe të bie me fytyrë. Rrethoret bëhen shpeshherë mjete aksidentale për fëmijët. Fëmia mund të bie nga shkallët, mund të bie nga balkoni. Rrethoret i forcojnë këmbët e bebit? Jo, komplet. Koka e sheshtë e bebit korrigjohet pas moshës 1 vjeç? Kjo është mit pastaj. Është mit, mirë. Tortikolis, edhe ky korrigjohet pas moshës 1 vjeç ose jo? Me trajtim fizioterapeutik, jo. Me ndërhyrje kirurgjikale, po. Ecja këmbë zbathur na bën keq? Na bën shumë mirë. Ti ke fëmijët sa më shumë zbathur. Mirë miq, ishit në Vitality Vibes me Menada Turdiun, fizioterapiste pediatrike. Të falenderoj që ishe këtu me mua sot, edhe ishte kënaqësi që të ndanim këto momente bashk. Ndoqët Vitality Vibes. Ju uroj një fundjavë të këndshme. Mos harroni, si gjithmonë, shëndeti është i pari, thuhet që kur ke një hall mbi shëndetin, gjitha hallet e tjera shuhen, nuk ekziston më. Kështu që kujdesuni. Ju rikujtoj takimin ton të ardhshëm të shtunën në orën 7:08 në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Deri atëherë, natë e mirë dhe mirë dëgjofshim.